Ndikimi është zakonisht negativ shumë i shpejt. Pra mu si klient nuk më intereson ku e merr ti energjinë. Mu derison ta paguaj 16.1% më shtrejt. Ti si institucion, këtë rast KEC ose KOS ose cili do që jeni akter të përfshirë në reduktime, e keni përgjegjësinë më siguruar energji elektrike 24 orë. Po edhe në rastin tjetër e matron, në momentin që unë si biznes humbi, kam dome për shkak të këtyre reduktimeve të paparalajmëruara, sepse pjesët e dërmuese të tyre janë të paparalajmëruara fare, atëherë do të thotë këtu dikush do të marrë përgjegjësi mia kompenzuar të dome. Fatkeqësisht deri më tani nuk kemi kompenzim me doma. Lëndë që dërgohen atje zgjasin me vite për të zgjidhur dhe një numër i madh bizneseve mas që po jam mësuar më marr me gjykata, sepse po të kishim gjykata funksionale dhe lëndët të zgjidheshin shpejt, unë jam i bindur që gjitha këto biznese që përballen me këto reduktime, sidomos me reduktime të paparalajmëruara dhe nga të cilat edhe përsojnë dome, do t'i kishin dërguar lëndë në gjysh krejt ndaj këtyre akterëve për të dhënë secili përgjegjësinë e vet. Për themi që është nëse ti po mbërrin gati mua me ta paguën rregullisht energjinë elektrike, atëherë edhe detyra jote është më furnizuar 24 orë. Ne për shpesh po kemi raportime, për shkak që po ndodh që gjatë një rregullimit të një pikë ose një vendi dikon, ndodh që kputet një kablo edhe shkakton reduktime. Pra nuk ka madje shpesh po na raportojnë te ne që për shembull ka zona të cilat nuk kanë as vizatime, të cilat dihet saktë se ku janë vendosura ku është vendosur rrjeti energjetik. Te ne nuk ndodh këtu, ka një mos koordinim fare, është totalisht është ke sistemi që orientum këtu. Nuk bashkëpunojnë fare institucionet mes vete dhe normalisht pastaj në fundit kush pse më shumë të janë vetë bizneset. S'ka askush tjetër këtu, sepse ai më spako ai raportohet ose më spako ai informohet nga vetë këta akter për themi një investim që të bën ose një rregullim që duhet të bëhet dikon. Shiko, ka ankesa të kopaskoshme. Dhe fatkeqësisht ka ankesa nga të gjitha vendet e Kosovës, nuk është vetëm një regjian. Ka kopaskoshme që po ndodhin këto ankesa dhe pastaj pas themi veprimeve që po i ndërmarrin, po e kuptojmë që për shembull tazëm ndodh një rast dikon kur e kupton del nuk është tazëm keci, po del një situacion tjetër që ka i bën reduktimet, as lajmëron fare që ti bën reduktimet për atë çështje aty, as nuk shkon me trokit në derë me thon biznesit, shiko, çito ditë ka më bën çet investim në këtë rrjet energjetik këtu, përgatituni që keni me pas reduktime dhe biznesi i merr masa që të paktën, përkundër humbjeve që prapë do t'i ketë, po të paktën humbje mos të ketë në kuptimin e themi e dëmeve të cilat shkaktohen për shkak të prishjeve, sepse ashtu kështu këta po kanë prishje, po duhet me i dërgu punëtorët në shtëpi. Edhe ajo është humbje se ai punëtori prapë do të më pagu. Dhe këtu kërkues po e merr përsipër edhe këtë pjesë, sepse punëtori nuk po mundet të më majt punëtorin kur ty themi nuk po ke energji elektrike.